shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin e Edi Ramës. Vjeshta do t'jetë vjeshte temperaturave më të larta politike. Opozita do t'jetë të tëra në misionin e saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverinë kujdestare për zgjedhje të lira të ndershme. Opozita do përdor të gjitha mjetet kundër kësaj qeverie dhe siç e shifni, rrokullisën e saj nuk ka forcë në botë që ta ndalme. Natyrisht, Edi Rama nuk pyet për asgjë. Ai njeh vetëm interesin e karrigës së tij dhe të pushtetit të tij të pakufishëm, i cili po shkon drejt një fundi të turpshëm dhe plotësisht të merituar për te. Ne do ndërmarrim të gjitha hapat që ekzistojnë për hartën më të mirë të mundshme të ndarjes së njësive territoriale, harta jonë për diskutim paraqet 100 njësi, por ajo është e hapur që nga diskutimet me komunitetet, aty ku ekzistojnë kushtet më minimale, të krijohen dhe njësi të tjera. Ky është qëllimi ynë. Decentralizimi është një parim themelor i një shteti që pretendon të jetë demokratik. Edi Rama ka bërë hiperpërqendrimin dhe hipercentralizimin e pushtetit në Shqipëri. Në disa aspekte ju nuk e njihni, por absolutisht më shumë se diktatori Enver Hoxha.